Sulmuesi me origjinë shqiptare Nelson Viper gjeti rrugën e rrjetës pak ditë më parë në kampionatin evropian të U21 duke i shënuar bashkëmoshatarëve të Anglisë me fanellën e Gjermanisë në një përballje tepër të luftuar. Në një prononcim të dhënë së fundmi për Kicker, sulmuesi 20 vjeçar tregon se është kontaktuar nga drejtuesit e Federatës Shqiptare të Futbollit për t'u bashkuar kombëtares shqiptare pasi nëna e tij është shqiptare. Nelson Viper ndër të tjera pohon se e shikon Shqipërinë si një alternativë në qoftë se gjërat nuk funksionojnë për t'u bërë pjesë e kombëtares së parë të Gjermanisë. Ai aktualisht është pjesë e Mainzit në Bundesligë, teksa mban edhe rekordin e golashënuesit më të ri në historinë e klubit gjerman. Qëllimi im është të bëhem një titullar i rregullt nëse Burkhardt largohet nga Mainzi. Kam folur me klubin për këtë dhe ata e shohin kështu dhe unë do të jap gjithçka nga vetja. Të Shqipëria më kanë kontaktuar dhe tashmë më duan për ekipin kombëtar të rriturve. Është vërtet një burim krenarie kur ekipi i të rriturve të një vendi të dëshiron. Dua të tregoj talentin tim në ekipin gjerman U21 dhe të luaj për Gjermaninë sa më gjatë të jetë e mundur. Nëse gjërat nuk funksionojnë për Gjermaninë në një moment, Shqipërinë e shoh si një mundësi shumë të mirë, deklaroi ndër të tjera Nelson Viper.